Horoskopi ditor e premte 13 qershor 2025. Dashi, gjatë kësaj dite janë mjaft të favorshme udhëtimet dhe kontaktet në vende të ndryshme. Mund të ketë të reja lidhur me sferën profesionale ku nuk do të mungojnë mundësitë e mira. Po ashtu, do të keni mundësi që të dini në pa, ndaj mundoni që të përfitoni, ndërsa në sferën personale mund të ketë një rënje të lehtë, ndaj mundoni që të mos lodheni. Demi, yjet janë mjaft të favorshëm sa i takon sferës tuaj profesionale. Do të nisë për ju një periudhë e bukur, gjatë së cilës do të keni mundësi të rimëkëmbeni. Sa i takon ndjenjave, mund të ketë zhvillime pozitive gjatë fundjavës. Binjakët, duhet të mundoni që të shmangni stresin dhe situatat e ngarkuara. Po ashtu, mundoni që të mos acaroheni lidhur me disa situata profesionale, edhe pse mund të mendoni se keni gjithë të drejtën e botës për t'u acaruar. Fatkeqësisht, ky vit është i mbushur me ulje ngritje, dhe për të qenë më në fund mirë, duhet të prisni ardhin e muajit korrik. Gaforja, kjo e premte do të jetë mjaft pozitive për të lindurit e kësaj shenje, ndaj përfitoni për të zgjidhur disa çështje të lëna pezull, për shkak se fundjava do të sjellë rënje. Duhet të mundoni që të përmirësoni disi moralin, pasi në këtë periudhë keni shumë mendime rishtas në përkok, ndoshta si pasojë e shqetësimeve lidhur me punën. Luani, parashikohet një ditë mjaft pozitive, ku do të përjetoni emocione të bukura dhe do të përballeni me mundësi për ta shfrytzuar. Megjithatë, ju mbetet që ju të përzgjidhni, edhe sa i takon dashurisë, gjërat ecin mirë, ndoshta më mirë nga sa mund ta mendoni. Virgjëresha, këshillohet që gjatë kësaj dite të rrini sa më të qetë, duke shmangur stresin dhe problemet. Kjo është një ditë disine në ritmin e duhur, por bëhet fjalë për një periudhë kalimtare, ku shumë shpejt do të rezultoni fitues. Peshorja, mund të keni pasiguri se i takon të ardhmes tuaj profesionale. Ndoshta jeni lodhur nga një mjedis, ose ndoshta ka gjëra që nuk ju bindin dhe nuk ju pëlqejnë më. Ndaj duhet të vendosni çfarë duhet të bëni. Edhe pse kërkoni gjithmonë një ekuilibër me të tjerët, vlerësoni mirë se cila është gjëja e duhur për ju. Akrepi, horoskopi është mjaft i favorshëm sa i takon dashurisë, ku gjatë kësaj fundjave mund të merrni surpriza të bukura. Po ashtu parashikohen emocione pozitive. Edhe në punë, gjërat do të ecin më mirë se më parë, do të ndjeni më të fuqishëm dhe gati për të përballur me çdo ndryshim. Shigjetari, kjo e premte do të jetë e mbushur me nervozizëm, gjatë së cilës me gjas do të lindin debate me familjen ose njeriu në zemrës. Gjithçka mund të ndodhë, për shkak se nuk jeni shumë të pranishëm në jetën familjare dhe atë në çift, dhe sepse nuk doni të merrni përsipër përgjegjësi. Mundoni që të mos provokoheni dhe të mos përhumbeni në debate. Bëni mirë të ruani qetësinë. Britqapi, do ju rikthehet dëshira për të dashuruar. Nëse jeni aktualisht në çift, do të rigjeni pasionin, ndërsa nëse jeni vetëm, do të keni mundësi të bëni njohje të reja. Mund të gjeni personin e duhur, por për ta bërë një gjë të tillë, nuk duhet të mbyllini në guackën tuaj. Ujori, yjet kanë dobësi për shenjën tuaj dhe ju favorizojnë. Kjo periudhë rikuperimi do ju lejojë që të kaloni një krizë dhe të arrini rezultate të cilat nuk i mendonit. Nga ana tjetër, mundoni të kujdeseni më shumë për formën tuaj fizike dhe t'i kushtoni më shumë rëndësi dashurisë. Peshqit, do të vijojë për ju një periudhë gjatë së cilës nuk do të ndiheni në formë. Megjithëse, do të ndjeni të dekurajuar për diçka që ka të bëjë me punën. Duket sikur të gjithë nuk kritikojnë, por shumë shpejt do rrimerrni veten.